s'puna se të tërheqin sistemet raketore. Çështja është që Irani i ka çarë sistemet raketore. I ka çarë në Izrael, që është mbrojtja më perfekte, i ka çarë sistemet raketore. Dhe këtë gjë do ta diskutojmë tani që shembull. Pra, amerikanët nuk se kanë investuar pak, edhe vendet arabe kanë investuar pak në kontratat e tyre ushtarake, edhe Emiratet, edhe Katari, edhe Arabia Saudite, në Irak në mënyrë të veçantë pas sërën e Sadamit, amerikanët kanë investuar shumë. Por kjo luftë tregoi që këto miliarda, rastin e Kuvajtit ne patëm rrëzimin e 3 avionëve njëherësh. Kem pak. Në Basra para 2 ditësh u rrëzua një avion tjetër. Me zjarë... Këtë e thonë ata, po nëse është me unë që kam edukatë ushtarake, nëse është me zjarr mik, është akoma më keq. Se zjarri armik e ka një justifikim. Një logjik. Dhe kjo gjëja ç'na bën të mendojmë? Na bën të mendojmë që Irani që ka qenë i rrethuar për gati 45 vjet në kufijtë e vet me fuqitë perëndimore, pas keni parasysh që nga 2001 deri në 2020 edhe në kufirin lindor të Iranit në Afganistan ka qenë NATO. Irani ka qenë angazhuar në gjithë këto konflikte që kanë ndodhur me pranverën arabe, nga pushtimi i Irakut në gjithë rajonin, por nuk është përfshirë deri përderi në konflikt. Pra, çfarë ka bërë? Irani ka prodhuar armatime, ka prodhuar raketa dhe ka ndërtuar një strategji të bazuar në dobësitë e këtyre që i kanë njohur. Pse dobësitë? Sepse për një kohë shumë gjatë në luftën kundër ISIS-it, gati 10 vjet, Irani dhe perëndimorët kanë bashkëpunuar ngushtë edhe në Irak, edhe në Siri. Me ushtrinë amerikane kanë qenë. Pra me ushtrinë amerikane, këtë po them, edhe në Irak edhe në Siri. Pra, ata kanë pasur mundësi të shohin se si veprojnë, se si mendojnë dhe i kanë zbuluar dobësitë, edhe vendeve arabe, edhe ushtrive perëndimore që kanë qenë vendosur atje. Dhe sot, si kundër inteligjenca izraelite, pra Mossadi, ka surprizuar gjithë me goditjet që ka bërë në Iran në një vit e gjysmë të fundit, nga vrasja e Ajatollahut tek ajo e kreut të Hamasit deri tek krerët e Hezbollahut në Liban, sepse kanë qenë goditje spektakolare ato të Mossadit. Në të njëjtën kohë, shohim që fakti që sistemet raketore dhe dronët e Iranit vazhdojnë të bombardojnë edhe pas 10 ditësh, pa asnjë problem, të gjitha këto vende që ne përmendëm, tregojnë që këtu ka një problem me mënyrën se si janë harxuar paratë për rreth 25 vite në gjithë atë rajon nga fuqitë perëndimore që kanë qenë të angazhuar aty. Pra, imagjino sikur në këtë moment të kishim një luftë rajonale dhe në gjirin persik të mos ishin vendosur luftanijet amerikane dhe armatimet amerikane. Se këto po ndodhin duke patur SBA-n aty, që është fuqia më e madhe e botës, është ushtria më e madhe e botës dhe më e forta. Pa asnjë dyshim për këtë gjë. Tani, imagjino sikur të mos kishin qenë amerikanët aty se sa dobët janë këta. Por nuk kanë harxuar pak para këta në 25-30 vite, gjitha vendet arabe. Dhe kjo tregon që në horta e bozave amerikane në vletësimi që është bërë deri tani Iranit është me pasoja. Pra të gjitha këto baza që janë në gjirin persik janë bombarduar, ato në Emirate, ajo në Katar, në Bahrein, ato në Kuvajt, ato në Irak, në Kurdistan. Ajo në Siri nuk ekziston më, se u tërhoqën nga ty amerikanët, dhe nuk është bombarduar vetëm Incirliku që ndodhet në Turqi. Ka qenë në kufim e Jordani, në Tenef kanë qenë. Po, dhe nuk është bombarduar vetëm Incirliku që është në Turqi, pasi Turqia dhe Irani le themi kanë pasur marrëdhënie bajagit mira deri në këtë moment. Por fol për një raketë ajo kaloi mbi Turqi për të shkuar drejt Kipros në fakt edhe u ka, po nuk ishte sulm ndaj Turqisë, prandaj ishte